Ndërsa për shumë familje 25 dhjetori është një ditë feste dhe bashkimi, për mirat të tjerë në Shqipëri, Krishtlindja kalohet në vetmi. Janë të moshuari që jetojnë vetëm, mes tyre edhe Veli Jaçi, fëmijët e të cilit janë shpërndarë në përbot, ndërsa festat i kalon me bashkëshorten. Bashkëshorten edhe asgjë tjetër, të kemi të gjithë jashtë. Goca ka 10 vjetë në Amerikë. Këto të tjera janë në Greqi, në Angli, edhe kështu që neve këtu jemi. Po dhe ne si moshe tretë, e njëjta gjashtë. Edhe ne na mungojnë fëmija, na mungon shoqëria, vëllezëria, të gjitha. Edhe e kalojme këtë hem ose si gjithë të tjerë dhe neve. Për fëmijën, Zoti u a bëftë mbarë me qenë se ikën dhe të shikojnë punën e tyre, neve tani për ne s'janë me fëmija. Si ai janë shumë të moshuar që presin festat pa pranin e fëmijëve, të cilët nuk arrin të kthehen pranë tyre. Njëri është në Angli, tjetri është në Austri. Dhimbja është e madhe, po kënaqësia është e madhe se dhe ata janë shumë mirë aty ku janë. Ku kanë nënë që nuk e ndjenë mungesën e fëmijës, patjetër. Miti kanë në Kretë, në Greqi. Për sa vite shike jashtë fëmijët, a ndjet mungesa e tyre në festat e fundvitit? 30 vjetë, më mungojnë shumë. Ka dhe nga ata që mezi presin të takojnë fëmijët gjatë ditëve festive. Jo, i pres vinë. Çdo vit, po se bën familje nuk quhet vit i ri për ne. Po, mbaret nga puna që ka. Zakonisht vjen, po si vjet nuk vjen. Mungesa, tash i vëjmë pjatën aty ne, hajde se toke me hajde se nëse janë këtu. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 103.000 persona në vend jetojnë të vetëm, mbi 62% e tyre janë mbi moshën 60 vjeçare. Për shumë nga ata, festa thellojnë ndjesinë e mallit për të afërmit. Në një ditë që simbolizon dashurinë dhe bashkimin, Krishtlindja për disa të moshuar mbetet një ditë e vetmuar, duke na rikujtuar nevojën për më shumë kujdes dhe solidaritet.